Tori Dhima, me tokat e Bregut është bërë masakër, doktor. Si do t'ja merrni hajdutëve që ka marrë tokat e gjyshërve tanë se ngelëm rrugëve të botës? Keni shumë të drejtë. I nderuar zotëri, tokat i mori rilindja, të themi të vërtetën, sepse ai ish kryetari i mëparshëm Vasil Bollano u tregua një njeri i ndershëm dhe me gjithë hetime dhe çoshitje nuk patën ku të gjejnë qoftë dhe një shkelje të vetëm për të grabit tokat tuaja. Burgosin mesnat me akuzë dhe dishmitar falso Fredi Belerin, sepse ai nuk do pranonte që t'ia dorëzonte Edi Rams dhe mafjes tij shtetërore tokat. Tani mësohet se Edi Rama ka me vllaun dhe nënën e tij bashkë me nushët kanë marrë një sipërfaqe për 224.000 metra tokë që nuk u takonte kurrë dhe për cilin s'kan asnjë dokument kadastral as konfiskimi ndonjëherë, por krejtësisht mbi falsitete dhe u garantoj se do t'u mirret. Do mirret çdo tokë. 10.000 metër katror ka marrë ish ministrja Olsa Xhashka, ministra grabitqare, dhe kur unë e denoncoja në parlament, ajo mashtronte, thoshte e ka tokë të familjarëve të vet, ajo s'kishte asnjë metër tokë aty. Pra, është të vërtet ajo që thoni ju, tokat e Bregut i grabiti dhe po i plaçkit mafja, ne do ja nxjerrim nga kthetrat mafjes dhe t'ja u kthejmë banorëve të vet. Leila Koni.